Partia Demokratike ka prezantuar programin e qeverisë për rinin gjatë një takimi entuziast në Tiranë, ku merrte pjesë edhe lideri i opozitës Ali Berisha. Kreu Demokrat vlerësoi kandidatët e rinj të koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore, të cilët garojnë në zgjedhjet e 11 majit, si edhe ju bëri thirrje që të mobilizohen për të ndëshkuar me votë narkodiktaturën e ndërtuar nga Edi Rama. Kur zgjedhjet e përgjithshme parlamentare në Shqipëri nuk kanë patur një ekip me personalitetet të reja të spikatura, njerëz të shquar, të suksesit, këto 39 ditë t'i shpallim ditët e njishave. Çdo i ri dhe ere, këto 39 ditë t'i shtrojnë në ditë të betejës më të madhe për ëndrrën e tij, ëndrrën e saj. Sepse përballë jush qëndron një shpresvrasës, një arrogant, qëndron, po e quaj tani, një meme e gjallë. 11 maj është dita e gjykimit për Edi Ramën, është dita e verdiktit tuaj. Berisha akuzoi qeverinë socialiste dhe kreun e saj për politikat të ndjekura gjatë këtyre viteve për të rinjt dhe e cilësoi Edi Ramën si armik të rinis, duke detyruar pjesën më vitale të shoqërisë që të braktisin vendin. Nuk ka patur rinia shqiptare më tegër dhe më të pabesë se Edi Rama ndonjëherë. Çmimin më të shtrenjtë në këto 12 vite e paguan të rinjt shqiptar, e paguan fëmijët e shqiptarëve, e paguan ata me përhapjen e drogës dhe me humbjen e jetëve të dhjetra prej tyre. E paguan ata me shkatrim në shkollës. Kreu forumit rinor Besar Xhaferi dhe kandidati për deputet në Tiranë Grigel Smuçollari prezantuan para të rinjve pikat kryesore të programit të Partisë Demokratike për rinin. Një çati për çdo çift. 30.000 euro të jepet kredi me 0 interes. Çdo çifti të ri, të martuar pas 2019-s, në mënyrë që të blej shtëpinë e parë. Për çdo çift të ri që do ketë guximit, bëhet me 3 fëmijë, ajo kredi bëhet dhuratë. Ne prindrit që paguajnë taks arsimi, çdo muaj do japim 250 euro për një fëmijë, nga çerdhja deri në gjimnaz, derisa shteti t'ia çojë atë shkollë. 0 taks arsimi në universitetet. Asnjëri nuk duhet të paguajë taks për arsimin e tij. 200 euro në muaj si minimum jetik që studenti të ketë kohë të fokusohet tek studimet. Do të paguajmë 250 euro për çdo fëmijë që nuk ka një shkollë në zonën njësinë e vet administrative. Drejtuesi politik i Tiranës Belind Këlliçi dhe deputetja Andja Ulliri theksuan se në fokus të politikave të Partisë Demokratike do të jenë të rinjt shqiptar. Për t'i dhënë mundësira të rinjve, në mënyrë që të rinjt të mos largohen nga Shqipëria, në mënyrë që të mos kemi më Ministri Rinie që nuk është për rinin, mos kemi më Ministri pa portofol, që kanë thelb rinin, që s'ka as një program, as një vizion për rinin. Do të përdorim votën tonë për të mbështetur atë parti e cila e do rinin dhe do të jetë krah rinis çdo ditë. Me 11 maj ne do të bëjmë të mundur që zëri ynë të dëgjohet.